U përmbyll projekti Eco Girls Plus, organizuar nga YWCA of Albania në bashkëpunim me ZVAP Shkodër, i zbatuar në shkollat e mesme 28 nëntori dhe Adem Haxhia. Projekti synoi fuqizimin e vajzave përmes edukimit mbi ekonominë qarkulluese, riciklimin, mbrojtjen e mjedisit dhe barazinë gjinore, duke i nxitur të angazhohen aktivisht në komunitetin shkollor. Gjatë zbatimit u zhvilluan krajnime, workshope dhe aktivitete komunitare, si dhe u krijuan Eco Corners në shkolla për ripërdorimin e materialeve dhe reduktimin e mbetjeve. Në kuadër të projektit, u organizua edhe fushata sensibilizuese Mblidh mos hidh dhe aktivitete ndërshkollore. Produktet e realizuara nga materiale të riciklueshme u prezantuan në aktivitetin përmbyllës të projektit, duke reflektuar angazhimin e vajzave për një mjedis më të qëndrueshëm.